Të nderuar media. Sot denoncojmë një skemë nepotizmi, një oktapod i udhëhequr nga kryetari i komunës së Likovës, Zotria Kanarifi, i cili ka punësuar dhe ka sistematizuar në institucionet publike mbi 24 anëtar të familjes së tij të ngushtë. Ndërkohë që 2 djemt e dëshmorit Shnasi Ibrahimi janë shpërngulur në Gjermani. Djali i dëshmorit Agim Rufati ka emigruar në Gjermani dhe vajza e dëshmorit Beqir Sadiku është vendosur për të jetuar në Kosovë. Ky sistem ka siguruar vende pune vetëm për familjarët e Zotria Kanarifit. Pra, fëmijët e dëshmorëve nuk gjojnë vend në institucionet e shtetit, ndërsa kushërinjtë e kryetarit kanë mbi 24 vende pune të garantuara. Ne nuk jemi kundër punësimit të askujt, por ky është një veprim i padrejtë dhe çnjerëzor, sepse ngushton hapësirat për njerëzit meritor dhe u vret shpresën qytetarëve për një jetë normale në vendin e tyre. Funksionarët e BDI-s kanë siguruar 10 punësime për familjarët e tyre, ndërsa shumë familjarë të tjerë të komunës së Likovës nuk kanë as edhe një të punësuar. Por edhe më keq, njështu janë të emigruar. Disa nga rastet konkrete të punësimeve nepotike të Zotria Kanarifit dhe familjarëve të tij. Për shkaqe morale dhe njerëzore, ne do të lexojmë vetëm vendet e punës dhe inicialet e të punësuarve. Arif S, Shkolla Fillore Kultura Fshati Mateq, Rojtar, kushëri i kryetarit. Arif N, Stacioni Policor Mateq, kushëri i kryetarit. Arif A, Shkolla Fillore Nakushtak Defektologe, nusja e kushëririt të kryetarit. Arifi M, Shkolla Fillore Hotel, kushëri i kryetarit. Arif E, Shtëpia e Shëndetit Likov, kushëri i kryetarit. Arif N, Shkolla Fillore Ropalc, kushëri i kryetarit. Arif V, Ministria për Veçëverisje Lokale, kushëri i kryetarit. Arif H, Agjencia për Kadastër Kumanov, kushëri i kryetarit. Arif N, Shkolla Fillore Mateq, Arife N, Shkolla Fillore Mateq, nusja e kushëririt të kryetarit. Arif E, Stacioni Policor Mateq, kushërim. Arif I, Stacioni Policor Mateq, kushërim. Arif E, Gjimnazi Ismet Jashari Likov, nusja e kryetarit. Arifi F, Shkolla Fillore Mateq, djali i Jagjës së kryetarit. Arifi F, Shkolla Fillore Nakushtak, kushërim. Arifi H, Shkolla Fillore Mateq, kushërim. Arifi S, Shkolla Fillore Mateq, kushërim. Arifi T, Shkolla Fillore Mateq, kushërim. Arifi S, Gjimnazi Ismet Jashari Likov, Shërbyes, kushërim. Arifi Gj, Shkolla Fillore Nakushtak, kushërim. Arifi S, Qerdhja Rrezja Orizare, kushërim. Arifi M, Gjykata e Kumanovës, kushërim. Arifi Gj, Penda e Likovës, kushërim. Arifi E, Qerdhja e Fshatit Mateq, nusja e kushëririt të kryetarit. Pra, 23 anëtarë të familjes së Erkan Arifit të punësuar në komunë, në vend se komuna të siguroj punësim, ujë të pishëm, zhvillim për të gjithë, sot është qerdhe për financimin e familjes dhe fisit të Erkan Arifit. Të nderuar banorë të komunës së Likovës, para disa ditëve dëshmuam se Zotria Erkan Arifi nuk i shpërndan të derët e tij. Sot po ua dëshmojmë me fakte se si po i shpërndan punësimet në familjen e tij. Është koha që Likova të kthehet të gjithë qytetarët e komunës dhe banorët e saj. Pashallëku i Zotria Erkan Arifit dhe familjarëve të tij do të mbar fund në më 19 nëntor. Me Nezhmedin Sadikun, komuna do të kthehet qytetarëve. Do të ketë transparencë, do të ketë shpallje të plota dhe në formë demokratike, me të cilët ku themelojmë një komision të pavarur rekrutimi, i përbër nga ekspert dhe përfaqësues të shoqatës civile, dhe do të sigurojmë që vendet e punës do t'u takojnë atyre që e meritojnë, jo kushërinjve të kryetarit. Më 19 tetor Likova u kthehet qytetarëve, më 19 tetor Likova zgjedh zhvillimin, ujin e pishëm, mirëqenien dhe infrastrukturë bazë
për të gjithë qytetarët e komunës së Likovës. Ju falenderit. Sipas informacioneve nga tereni, komuna po shpërndan pllaka betoni apo bekatonka nëpër familje dhe fshatra të ndryshme. Cili është mendimi juaj për këtë? Ne si koalicion me leni njëkohësisht tashimi edhe gjatë kampanjës ku domethënë hasim edhe nëpër fushatën zgjedhore. Ka informacione të sakta të cilat tregojnë se zotëria Arifi vazhdon me avazin e tij të vjetër, sikur 8 vitet e mëparshme, me të cilat domethënë ka përgjegjësi për të cilën ka nënshkruar edhe kodeks etik dhe demokratik të zgjedhjeve. Ne si koalicion Vlen kemi lajmëruar të gjithë institucionet kompetente, njëkohësisht apelojmë deri që çdo qytetar që mos bëhet vegël e kryetarit të deri tanishëm zotit Erkan Arifi, ku si rrjedhoi e 8 viteve dështimet të tyre, domethënë ai mundohet prap ta fyejë inteligjencën e qytetarëve me një thuje kamion bekatonkash. Andaj ne kemi apeluar te çdo institucion, njëkohësisht kemi apeluar deri te Ministria e Qeverisë Lokale, deri tek Inspektorati i Qeverisë Lokale. Tash mbetet në përgjegjësinë e institucioneve që ta kapin flagrancë me shkelje të tjera zgjedhore. Mendoj që çdo qytetar është i barabartë, çdo kandidat është i barabartë, zgjedhjet duhet të jenë fair dhe demokratike, andaj më 19 tetor qytetarët e komunës së Likovës, banorët e komunës së Likovës do ta shijojnë ndryshimin me profesorin Zhvedin Sadiku, sepse ja vlen. Ju falenderoj.